Mund të kemi një etje pak më të shtuar se normalisht, sa mund të dëmtojmë organizmin nëse pim në shpejtësi disa gota ujë pa ndërprer. Ose a ka një agent, një protokoll të pirjes së ujit? Nuk ka nevojë me pi disa gota ujë pa ndërprer. Realisht secili le të llogarit 0.30 ml për kilogram peshë trupore, edhe kjo është masa ujë që i duhet prej iftarit deri në syfer. Që në kupton, një gotë ujë afërsisht 300 ml para se me fillu iftarin, gjatë iftarit pa tjetër me qenë supa, edhe mu fokusu që me pas domate, kastravec, më thonë perimet që kanë sasi edhe të ujit, mrapa iftarit muj me pi qaj, muj me pi edhe uj, edhe me kompenzu deri në syfer sa rrinë qutë është fjalla. Kur zgjohë me njëherë në syfer, atër preferohet me pi uj, njëjtë deri në 300 ml dhe realisht kur e përfundon 2 deri në 3 hurma, preferohet deri në 3